Tani, do flas dy fjalë për Jorida Tabakun. Nuk e njoh si që njohim të gjithë opinioni publik, si një figurë qendrore e Partisë Demokratike. Ajo me votat që ka marrë, ka bërë dy beteja, si opozitare dhe i ka fituar të dyja. Po, dhe ka marrë... Njërën, sidomos se fitojnë gjykatë kushtetuese, pastaj ajo është politike me incenatorin, po. Ka marrë një licencë të pa kontestueshme për demokratët, po jo vetëm. Nuk do vazhdoj më tej, se kam shumë për të thënë për rolin e një figuri si ajo në Partinë Demokratike, sidomos në kushtet në të cilat gjendet Partia Demokratike, por po të vazhdoj më tej, t'jesh i sigurt që do vazhdoj zonja Kalaja të vazhdoj... Vërtet shkëton Kalaja që ka punuar drama për Jorida Tabakun? Po. Kjo është spektakël vetë. Jo vetëm ajo, për e thonë shumë... U mendova se do ta kishte vendosur, do ta kishte. Do të thënë, ka shumë mendje si Kalaja në Partinë Demokratike, dhe kjo është... Merren vetëm me doktorin, ka një drejt Ali Mehmeti, do njerë doktori flet me këta, flet nëpërmjet këtyre. I përdor, këtë gjë. Tani, Jorida Tabaku bën shumë mirë që nuk flet, tani për tani, ndërkohë për zotin Ali Mehmeti, do të thoja që do t'jetë më i qartë, nëse do të ngull këmbë në udhëheqjen e Partisë Demokratike, në qoftë se do ta ndryshoj sadopak Partinë Demokratike, është shumë e vështirë, jo vetëm për ato. Kam përshtypjen që në mendjen e tij është Bashkia e Tiranës. Mendimi im, qofsha i gabuar. Pse se kam dëgjuar dhe Agron Sheja që po kërkon dalje, thotë unë do kandidat. Nuk e ka thënë tamam, po mendohet. Pasi ka hall mos bëj një fitore shumë thellë dhe mund të keq Ramën, po domethënë po mendohet. Ali Mehmeti, Kurse Ali Mehmeti vetë Tiranës, Dem Pavaden. Ai e kupton që me Berishën në krye, familje jashtëzakonshme. Jo, me Berishën në krye të PD-s nuk fiton votë në Tiranë, di atë. 19.000 vota. Në Tiranë ka shumë pak Tiranës. Problemi i... Mirë, po është brenda Partisë Demokratike, pra nuk ka marrë vetëm votat e Tiranës Ali Mehmeti, ka marrë votat e... Pa dyshim. Gjithë problemi është tani këto vota, si do të përkthehen në atë çfarë do të bëjë dhe çfarë do të thotë Ali Mehmeti. Ky është problemi më i madh. Ai duhet të ketë parasysh vetëm një gjë para se të flasë, që në Partinë Demokratike nuk ka vend për dy doktorë, vetëm për një. E mbyllim me batut. Megjithatë